në zgjedhjet e lira e demokratike, tash ne duhet të flasim për vullnetin ton për të shtyer përpara punët e mira për qytetarët. Andaj duhet të kthehemi aty ku kemi mbetur dhe të vazhdojmë punën tonë me seriozitet. Qytetarët presin që ne të procedojmë sa më shpejt me byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, sepse lufta kundër korrupsionit nuk është një kapitull që hapet dhe mbyllet sipas nevojës politike, por është një vije pa ndërprerë që ndon drejtësinë nga padrejtësia. Diçka që qytetarët pa dallim partie e kërkojnë dhe e mirëpresin. Nëse qytetarët e mirëpresin, nuk ka arsye që partitë mos ta mbështesin. Ne nuk kemi ardhur këtu për të menaxhuar një realitet deformuar, por jemi përgjegjës për ta ndryshuar pozitivisht atë. Dhe ndryshimi fillon aty ku shteti e bën të qartë se çdo cent i keq përdorur nga zyrtarët publik duhet t'i kthehet atij që i takon pra qytetarit. Nëse qytetari i zakonshëm duhet të jap llogari për çdo cent që fiton, atëherë edhe ai që është pasuruar në mënyrë të pajustifikueshme duhet të jap përgjigje për çdo euro që ka abuzuar. Këtë nuk e bëjmë si një akt hakmarrje, por si një akt barazie, sepse një shtet që nuk i dënon të fortit e padrejt, në fakt i braktis të dobtit çdo ditë. Nëse i kërkojmë tatimin secilit që punon me djers në boll e me mund fizik a intelektual, dhe vjen i raskapitur çdo mbrëmje, atëherë cila është arsye që të mos kërkojmë nga ata që pa asnjë përpjekje i qel mëngjesit pasuruar. Derisa presim mbështetje për ligjin për byron, pra abuzimet me fondet publike, ne gjithashtu presim mbështetje në mbrojtjen e qytetarëve nga abuzimet me çmimet e larta. Pozita dhe opozita janë dëshmitar që qytetarët tanë kanë ankesa për abuzime me çmimet e larta. Atëherë, nëse pajtohemi për problemin, duhet pajtohemi edhe me zgjidhjen. Me fjalë të tjera, duhet ta rikthejmë ligjin për çmimet tavan, jo si një debat ideologjik, por si një përgjigje konkrete ndaj një realiteti që çdo familje e ndjen për ditë. Bota po kalon nga kriza në krizë, një luftë që ka nisë nuk përfundon, fillon një tjetër që as mendonim se do të nisë, dhe nga pandemia e vitit 2020, tash te lufta në Ukrainë në vitin 2022, e së fundmi edhe kjo lufta në lindjen e mesme, ndërkohë që krizës energjetike të vitit 2022 po i shtohet edhe ajo e vitit 2026, ju e dini që secilë sfidë jemi përgjigjur me pak kohë konkrete ekonomike, me që jemi munduar që në çdo dimension mandatin e kaluar të ndihmojmë secilën kategori shoqërore. Por sikur në secilën krizë, ju e dini të nderuar deputet që dikush zgjedh të përfitojë.